histori që ke ndarë të kohë të fundit, vetëm pak ditë më përpara, ishte rasti me një pacient ku ti e kuptove që fatkeqësisht ishte drejt fundit jetës. Edhe ndodh për shkak të një arome që trupi i njeriut lëshon në një situatë të tillë. A mund na e shpjegosh se si ndodhi? Kjo ka qenë një video shumë spontane, domethënë, unë ndodh që duke qenë se jam tip që komunikoj shumë, jam shumë afrueshme me njerëzit e ndjeshme, ndodh që krijoj kontakte shumë të mira, dua të afrohem me pacientët, të ndjej ata që ata ndjejnë, domethënë ato momente në mënyrë që unë t'i ndihmoj. Unë nuk mund të ndihmoj nëse unë nuk e ndjej veten në pozicionin e tjetrit, edhe kisha krijuar një afrimitet me një pacient që ishte në moshën e nënës time. Po më tregonte që kur të dilte nga spitali do shkonte në pushime në Rodos, ndoshta do kalonte nga Shqipëria, nga Korfuzi, pastaj po më thonte do vinë dhe fëmijët, do ham darkë, unë isha disa ditë pushim edhe pastaj u ktheva përsëri në punë. Edhe unë ndjeva shumë keq kur më thanë kolegët që shiko se ai është somnolent tani, ka probleme me frymarrjen, domethënë mund të merrte frym vetëm nëpërmjet maskës së oksigjenit. Edhe unë shkova në dhomë, unë mundova me atë komunikimin tim t'i thoja shiko se çdo gjë do shkojë mirë, por ndoshta tani shpeshherë më duket sikur edhe unë e krijoj vetë emocionet e mia, më duk sikur syt u mbushën me lot, edhe në atë moment unë u preva fare kur themi ne, po bëja pauzën time edhe filloi të më vinte kjo ideja kësaj aromës që unë e ndjej shpeshherë dhe tek ajo unë e ndjeva aromën dhe e dija që s'do të ishte e gjatë. Kaq ishte një moment spontan, regjistrova një video thjesht në pauzë dhe isha vërtet me sy të trishtuar, nuk e dija që kjo video do merrte kaq shumë zë. Kjo ishte. Në fakt, ky fenomen quhet edhe pastaj dimetil trisulfit? Dimetil trisulfit. Në momentin që proteinat e trupit që përbëjnë qelizat fillojnë edhe shkatrohen, pra organet fillojnë edhe të kalben, ta themi kështu? Në një farë mënyre, trupi emiton erën e këtyre molekulave, të cilat janë tipike. Në një farë mënyre janë edhe tek të moshuar, jo domosdoshmërisht të sëmur, dallohet një farë, dhe janë pikërisht këto, ndërsa për tek rastet që thot Ada, domethënë në momenti që ti hap derën në një pacientit të tillë, ti e kupton prezencën e këtyre aromave dhe absolutisht e ketë pa mundur të shkëputesh nga ideja që ky person është drejt një fundit të parashkruar. Kjo është ideja. Dhe duke qenë dhe emotive, sidomos vitet e para, se kam përshtypjen që me kohën ti do familiarizohesh, pavarësisht se kjo nuk do të thotë që ti nuk do të kesh më empatinë që ke sot. Një person është empatik. Do humb ndjeshmërinë që unë kam. Ndjeshmëria nuk humbet, por ndoshta nuk do të bëjmë më kaq shumë përshtypje dhe do synosh pastaj drejt familjarëve që të merr çik më shumë ata, të pranojnë ata faktin që i dashurit tyre, domethënë së shpejti do të jetë më midis tyre, po mundohemi të përdorim terma letrar, sepse në fund ditës po ta marrim me filozofi, ndodhin dhe gjëra që janë pashmangshme. Pra një person sado i dashur është pra në një moshë 90-100 vjeç, domethënë absolutisht që fatin e ka të parashkruar. Por kur janë mosha më të reja apo kur kanë njerëz me detyrime, në thonjza të papërmbushura kundrejt fëmijëve, nipërve, mbesave, kjo pastaj është një rast që ti e ndjen në vetë parë. Adam, a ke patur rastet? Po. Ndjes, vazhdoj. Po thoja që kjo është shumë e drejtë, unë në mendjen time më duket sikur çdo pacient që takoj, çdo histori që përjetoj, çdo pacienti që unë i shërbej, më duket sikur kam në trurin tim një libër dhe të gjithë vendosin një autograf. Edhe kjo më ka bërë mua këtë që jam sot, unë nuk dua ta humb të ndjeshmërinë time, sepse nëse nuk je i ndjeshëm në profesionin, në staf mjekësor, ti nuk mund t'i ndihmosh të tjerët. Ata janë njerëz që presin, shpeshherë ti hasesh me atë shikimin që a dëshirohem unë, do me thënë sikur kërkojnë ndihmë, sikur kërkojnë shpresë, një fjalë mirë, edhe kur ti e din që nuk do të zgjidhë gjë, të duket sikur të shpëton, sikur të zgjat jetën.